Dhe mirë se keni ardhur gjithë në këtë natë të ftohtë dhjetori. Klodi tha që ka një muaj dha që s'është mbledhur parlamenti dhe sot që u mblodh as 20 minuta s'ndenjëm aty, u mbyll dhe tha do i njoftojmë tha për seancën e radhës. Sidoqoftë, në muajt e fundit jam i bindur që ashtu si unë edhe ju keni dëgjuar se si shumë kush artikulon, madje ndokush edhe e këndon se Edi Rama është hajdut dhe qeveria është e korruptuar. Por që Edi Rama është hajdut, populli shqiptar e di fare mirë. Populli i Shqipërisë e di edhe që për 35 vjet të gjithë ata që kanë ardhur në pushtet kanë qenë hajdut dhe që e kanë vjedhur këtë popull një çik më shumë e gjithmonë me mënyra pak më të sofistikuara. Kaq shumë është vjedhur ky popull sa hajdutëria për dikë është kthyer në virtyt. Habitet shqiptari, se si mundesh me qenë politikan e të mos t'i kesh hyrë politikës për të bërë hajdut. Po pse thot? Ti po të ishe në vendin e Agasit, të Ballukut, të Ramës, nuk do vidhe dhe ti? Kaq shumë na ka ngulidhur në tru hajdutërin kjo kast politike, sa që fëmijës në djep ndonjë ditë do t'i këndohen bëmat e hajdutit më të famshëm e më të zgjuar. E hajdutit që ishte më hajdut se hajdutit e tjerë. E hajdutit që përmes hajdutërisë qëndroi në pushtet më shumë se sa hajdutit e tjerë. Për 35 vjet, hajduti ka bërtitur kapën i hajdutin. E kur ka ardhur puna për të marrë pushtetin, hajduti ka bërë koalicion me hajdutin. Hajduti na ka thënë se nuk e ka fajin e hajduti, e ka sistemi fajin. Prandaj hajdutit besojni dhe këtë herë, siç keni bërë dhe në të shkuarën. Bashkohuni me ne, na thonë hajdutët, për të rrëzuar hajdutin. E kur u themi se edhe ju keni qenë hajdut kur ishin në pushtet, na përgjigjen. Ne me ju kemi ndasi të qarta ideologjike, thonë. Ju jeni radikal, ju jeni komunist, prandaj s'doni të bashkoheni me ne. Jo, mor jo, nuk duam sepse jeni hajdut, po ai sa këta që na qeverisin. Dhe ndërkohë, për 35 vjet i vjedhuri është populli. Populli i Shqipërisë, i cili kur është vjedhur për 35 vjet, e ka të vështirë të rebelohet se po e vjedhin edhe një herë më shumë. Sepse e mban mend se si është rebeluar më parë, por e mban mend edhe se si është tradhtuar, se si është braktisur më parë, nga këta hajdut që sot janë në qeveri. Prandaj në Shqipëri është e vështirë që t'i zësh besën atij që merret me politikë, atij që u thret në protesta. Dhe pikërisht për këtë arsye, prania e secilit prej jush në këtë protest është e vyer për ne. Është e vyer sepse dëshmon vullnetin tuaj për të rindërtuar sërishmi besimin tek njëri tjetri. Dëshmon nevojën që ka kjo shoqëri, jo vetëm për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti, po për të shporur një herë për gjithmonë kastën e hajdutëve që kanë rrjepur Shqipërinë. Prandaj është e rëndësishme të flasim për shoqërinë dhe për shtetin që do të ndërtojmë. Dhe jo thjesht të vëmë në dukje se si hajdutët e kanë shkatruar atë që kemi. Ne duhet të flasim se si shteti që përfaqëson për një mend shqiptarët duhet ketë prioritet kryesor mbrojtjen e shtresave nevojë të pensionistëve, që ky shtet u ka zhdukur nga regjistrat vitet e kontributit në punë, të atyre që vdesin të vetmuar në banesat e tyre, të fëmijëve dhe plejve që lypin rrugëve, të njerëzve të njerëzve që e kanë humbur shpresën për të ndërtuar një jetë me dinjitet. Duhet flasim se si administrata shtetërore duhet punojë në shërbim të shqiptarëve. Po ama që kjo të ndodh, duhet të çlirohet nga shantazhi i vazhdueshëm me vendin e punës. Qoftë nga partia në pushtet, qoftë edhe partia që do ta zëvendësojë në pushtet. Nëse nuk vendosim dinjitetin dhe meritokracinë në administratën shtetërore, atëherë kur nuk do mund të ndërtojmë një burokraci që të shërbejë shqiptarëve dhe jo kusarëve. Duhet flasim se si punëtorëve të krahut e të mendjes duhet të respektohen të drejtat në vendin e punës,
të paguhen sigurimet shoqërore shëndetësore, të paguhen pagat e plota dhe jo gjysma në bank e gjysma në dorë. Ai biznes, ato bizneset e ndërtimit që pretendojnë se falimentojnë nëse nuk i respektojnë të drejtat e punëtorëve, ato nuk janë biznese pra. Ato janë thjesht ndërmarrje të shfrytëzimit dhe të poshtërimit të dinjitetit të njeriut. Duhet flasim për përgjegjësinë e shtetit për të çliruar ekonominë shqiptare nga një grusht oligarkësh që kanë kapur dhe mbajnë peng sektorët kyç të ekonomisë. Duhet hapet gara e lirë dhe e ndershme në treg, ku më i afti çan për para dhe më i vogli mbështeten nga shteti në të mirë të mbar ekonomisë vendase. Ashtu sikur se duhet flasim edhe për të ardhmen e industrisë shqiptare, të mineraleve dhe të naftës shqiptarëve, të bujqësisë e të blegtorisë shqiptare, të produkteve shqiptare, të cilat duhen mbrojtur dhe mbështetur me subvencione nga shteti, që të forcohen, që të mund nesër të hynë dhe të garojnë në tregje ndërkombëtare. Duhet flasim për arsimin shqiptar, i cili duke sikur shtyher në ndërmarrje prodhimi studentësh me diploma që punojnë call center. Duhet flasim për strategjinë e një shteti që objektiv prioritar ka mbajtjen e të rinjve brenda vendit, duke u siguruar atyre vende pune të kualifikuar. Duhet flasim për sistemin shëndetësor, se si është coptuar e është privatizuar. Duhet flasim për dinjitetin e punës së mjekut, por duhet flasim edhe se si mjeku duhet ta trajtojë pacientin me dinjitet. Duhet flasim për drejtësinë jo si show mediatik, nga ku del përgjimet e dosjeve të kriminalëve, por për drejtësinë si mekanizmin e konfiskimit të pasurisë që i zhvjedhur popullit shqiptar. Pasurisë që nuk duhet të trashëgohet nga pasardhësit e kriminalëve, por t'i kthehet shtetit të Shqipërisë dhe fëmijëve të Shqipërisë. Bravo! Për gjitha këto ne duhet të flasim, duhet t'i flasim njëri tjetrit, t'i shpjegojmë se çfarë duajmë të ndërtojmë të gjithë së bashku, se për çfarë ja vlen të protestojmë e të sakrifikojmë, se ku synojmë të shkojmë. Mjafton kaq për të kuptuar se Shqipërinë do duhet ta rindërtojmë nga themelet, se për të realizuar këtë vizion duhet ta shporim kastën e vjetër të hajdutëve një orë më parë. Po e mbyll fjalën time me shprehjen e një politikane e gjermane që e kam shumë për zemër, Rosa Luxemburgut, e cila thotë: përpara se të ndodhë revolucioni, ai perceptohet si i pamundur. Pasi ndodh një revolucion, ai konsiderohet si t'i qenë i pashmangshëm. E pra, kastës së vjetër politike i ka ardhur fundi dhe kjo është e pashmangshme, pikërisht sepse populli shqiptar tashmë ka të tjera aspirata. E madje populli shqiptar i ka edhe kapacitetet morale, edhe intelektuale për të ndërtuar një shoqëri më të mire, më të begatë. Bashk mund t'ja dalim, ju falenderoj edhe një herë nga zemra gjithëve që jeni pranishëm në këtë natë të ftohtë dhe miru takofshim.